Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Në pjesën e parë të këtij emisioni, ne do të flasim për protestën e opozitës të mbajtur ditën e shtunë, mbasdite. Një retorike ashpër ishte prapur para protestës dhe deklaroi që kjo ishte shtuna e fundit e Edi Ramës. Por fundi, as këtë herë nuk erdhi. Le të ndjekim çfarë ndodhi në protestë. Kjo ndërtesa që kemi në krah nuk është kryeministria e shtetit. Jo, kjo është kuplaraja e pushtetit. Gjene Çaban Perikliu në ditë e fundit tia, man fjalimin e famshëm demokracisë që sot ka ulltu në shekuj. Dhe të njëjtën gjë Partia Demokratike e ka bë, duke i dhënë shembull jo vetëm Shqipërisë, por gjithë botës se si rezistohet përballë diktaturave. Sot ne jemi në kilometrin e fundit, me ndihmën e Zotit, asgjë s'do ta ndalë drejt fitores tonë. Arritëm në kilometrin e fundit pasi plagosëm për vdekje bishën narkodiktatur dhe u dëshmuam shpresa e vetme e sigurt e shqiptarëve. Pra, kjo ishte pak a shumë, ne kishim përzgjedhur pak momente, por kjo ishte pak a shumë fryma dhe protesta e ditës së shtunë. Të ftuar në studio për folur për këtë problematikë, unë kam zotin Nikol Lesi, botuesi i gazetës Kuajon. Zotin Nikol, faleminderit. Mirëmbrëma, faleminderit. Ergjys Mërtiri, faleminderit. Faleminderit. Zoti Andi Tela dhe Anton Abilekaj, faleminderit. Mirëmbrëma. Në një lidhje direkte, unë do të kem ish deputetin e Partisë Demokratike, zotin Myslim Morizi. Myslim, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Faleminderit që do na ndihmosh pak për Faleminderit për ftesën dhe mirëmbrëma gjithë panelit. kënaqësi shumë. Se ti thua çfarë mendon. Dhe kjo është një gjë e rëndësishme në botën ku jetojmë, Myslim. Në botën ku jetojmë, të tjera nxjerr goja, thuan dhe të tjera mendohen, por ti një lloj deri tani e ke një lloj. Dhe kam në mend ndryshoj ulli, sot më japi malli zot frym. Okej, atëherë unë përpara se ta fillojmë me këtë temë që kemi për pjesën e parë, pra protestën e Partisë Demokratike, unë kërkova edhe përfaqësues të Partisë Demokratike, njerëz të rëndësishëm të kësaj partie, po pjesë ishin të okupuar me problematika jashtë të Tiranës e të tjera, dhe im janë të mirë kuptuar në këtë rast. Një pjesë të ndodhi që nuk pranuan. Më fund të bisedova që do të vinte zoti Klevis Balliu. Po tha, gjitha, dhe të pyesta dhe drejtorin e komunikimit. Drejtori i komunikimit është zoti Lela në Partinë Demokratike. Edhe unë kisha biseduar pak me zotin Lela, por ndërkohë, pak minuta pasi bisedoj edhe zoti Klevis, më mori mua dhe më tha që duhet të largohet nga studio, sa Ergjys Mërtiri. Nuk do të largohet Ergjys Mërtiri, do largohesh ti, nuk do vish ti. Është shumë e thjeshtë, zgjidhja është kjo. Sepse ky është emision që e bëj unë, se më duhesh të largohem dhe unë. Unë vetëm flamurin lejoj në njërë këtu që po të vi flamuri, unë dalë dhe le që të flasë vetëm ai. Edhe mund të rritë e poshtë, të presë, tjetër njëri në botë, pavarësisht nga vendimet që ka marrë Partia Demokratike. Pra, duke qenë se këto kushte nuk mund të pranohen, zoti Klevis nuk është sot në studio. Ne kisha liru vëndë me knajsi, po. Jo, ma themu ati, po nuk s'është knajsia ime. Prano ati. Sepse ka një ndarje shumë të çuditshme.
Si me ndoni Valdi tani, se ka një ndarje të çuditshme, thotë për shembull kanë shpikur dhe kanë marrë vendime tyre politik, punë e tyre, po unë e kam thënë disa herë këtu në studio. Kjo është një strategji që e përdor Edi Rama, po ai ka një arsye të rëndësishme. Është në pushtet. Ndoshta edhe s'kan shton tani me gjëra zullume që kanë ndodhur të gjitha. Dhe është një strategji e menduar mirë e pozitës. Që të mos nxjerrin njerëzit. Kjo nuk kuptohet, se edhe unë e kam thënë disa herë që ai është në majtë të kalit, ndërsa këta janë në majtë të kalit tjetër. Në hum nërë, më që majtë. Janë në kal. Po kal quhet dhe ky. Hum nërë, më që. Kal ose emër tjetër? Unë të hum nërës. Duket se numëneri jemi ne, Nikol, se këta Pra, në bisht. dhe ka një sistemim kështu, kaq ke dëgjuar ti Nikol këtë? Kaq Rama, kaq ky, kaq i paguan Rama, kaq i paguan. Pëllë, njerë këto që bën Partia Demokratike dhe leadershipi i saj, unë e kam thënë në emisionet tjera, e kam bindje dhe besoj do avije biseda dhe për protestën, që me këte leadership të vjetër me Berishën, Partia Demokratike nuk vjen kur në pushtet. Ta kam thënë, besoj e mbanmen, edhe protesta të regoj këtë gjë, dhe fakti që ju përmendi që akuzojnë gjithë analistët, dhe në vend që të shkojnë me urdhër partije nga leadershipit që të shkojnë me vrap të gjithë deputete, analistë të tyre, po sidomos deputete në çdo studio për të përquar dhe për të mbrojtur idenë e opozitës. Ata në këtë rast që thotë i Klevisi, më habit Klevisi duhet kishte ardhur. No, s'kishte fal Klevisi, jo. Jo, unë s'kam kishte ardhur, mos ka realisht. Klevisi. Është duhet të jetë urdhër partije, s'ma. Po pra, urdhën partia. Personalisht unë s'kam Po atë po them pra, leadershipi do t'japi të çojë në gjitha mediat njerëz të vet, që të përqojë mendimin e vet. Po në këtë rast edhe një herë tregon ylli kjo mënyra e vjetër e leadershipit, i cili edhe me atë flamurin që se e pe në protest, që tunte flamurin dhe pastaj ishte djegja. Jo, se të vazhdojmë aty, pas Jo, pata të thonë kolegët... Ajo ishte vetëm për të kapur mediat e huaja ndërkombëtare që një lider e opozitës. Ajo nuk ishte... Pra, edhe kjo ndarje tani thuaj me analiste kështu, se për shembull nëse ti ke idenë që me Mërtiri dhe disa të tjerë nuk të lënë ty të marrësh pushtetin, pastaj këtu është një problem shumë i madh. Po të kem këtë fuqi unë që kam... këtë fuqi e kaq të madhe. Zote, se njoh vetë për kaq të. Më kujtohet për shembull se akuzat që i bën këta Mërtit, për shembull një javë më parë Klevisi ishte në një studio tjetër, s'dua t'i them emrin, dhe aty kishte njerëz që janë drejt për drejt të majt, me bindje të majta. E pash unë e hapa një javë më parë. Dhe ishte njerëz të cilët janë të drejt për drejt. Mërtiri për shembull bëj akuza është që ka qenë me Lulbashën. Mua më kujtohet shumë vite më parë për shembull i ndjeri Artur Zhei më merrte në studio në shenë Londër. Më sëriste dhe lidheshim në Skype, dhe unë thash në një moment për Lulbashën. Thash, shiko, kjo ose është i blerë, ose është i paditur me këto që thotë. Ishe një moment për Lulbashën. Si mua, Paloka, më bëri copa aty. Copa, si unë godita Lulibashën. Po Paloka sot të bën sallat të Lulbashën. Se di tani, po ne nuk do t'i bëjmë armiqë të nderuar, ju jeni të ftuar të vini të studion të hapim gjithmonë kur të doni, kjo se dhe vetëm me mua mund vini, po ne nuk mund t'i bëjmë armiq ata që bëni ju armiq të momentit. Se kjo është nga dy fjalë secili për këtë gjë se më bëri shumë shtypje. Jo, nuk besoj se opozita ka luksin që të zgjedh. Duhet të shfaqet kudo, ku të ketë mundësi. Njerëzit e opozitit duhet të shfaqen kudo. Nuk mundet të zgjedhin me këdo jenë përballë, edhe me sa hapësirë duhet kenë. Edhe një sekondë, edhe një minutë, edhe një orë, kudo që t'jenë duhet të kenë mundësi të shfaqen dhe të flasin opinionit. Ato pra kanë një interes të shkojnë në çdo studio, bile të lutën, aman. Edhe nëse nuk e merr Rakipja dikush tjetër të lutën të shkojnë në studio për të bërë debat. Po sepse jo për të thënë që mos shko. Të përballen. Po do të kenë përballen. Nëse më leron një kështu qenë të vogël që unë nuk kam qenë herë personalisht me Lulbashën. Unë kam qenë me Partinë Demokratike kundër... Po si të ke drejt jesh me të duash. Po patjetër, unë nuk pyes. Po ja për shembull, ja një minutë. Por nuk e pranoj dot këtë që ja për shembull nga këta 4 veta këtu, se kishte për shembull një listë me 42 veta që i paguan Edi Rama. Po ata duhen bërë prezent, se kjo është një gjë shumë e tmerrshme. Nëse është vërtet. Më bërë prezent, filani. 42, po 42 këtu s'ka analist në gjithë Ballkanin. Pa ja është akuzë rëndë. Jo, mos s'ka në gjithë Ballkanin. Ja është akuzë rëndë. Tani, problemi është i thjeshtë, është shumë i thjeshtë.
ata dhe mund mos vinë, nuk ka asnjë rëndësi për ne. Jo. Unë me njëherë mora, kisha dhe mbështimin në plan, sepse ai ka folur 2 herë sot, por mund mos vinë gjithse cili është në llogari dhe në hesab të vet. Por opozita nuk e ka luksin që të heshtë dhe të thotë të dalë me filanën apo me filanën apo me... Me që u bërë... Dhe ne s'duam të bëjmë ndarje, për shembull as njerëzit që punojnë në... 4 njerëzit që janë këtu, për shembull, unë nuk besoj që Entona Bilegën e paguan në Edi Rama, Nikol Lesin Edi Rama. Gjyshin Luli Basha, s'besoj se ka para tani apo jo. Edhe qëse i ka tepër me aty Ska rëndësi fare. Kjo është e parëndësishme, kjo si takon për dëst më venja. A i paguan Rama apo jo. Në çdo njeri është privat, di vetë çfarë bën me imazhin e tij, Me fytyrën e vetë. fytyrën e tij, me punën e tij dhe mund të shkojë të paguhet edhe nga Edi Rama. Kjo si takon PD-s. Kjo është besueshmëria e tij te publiku. E dyta është që Partia Demokratike sot duhet ndaj qëndrime ndaj mediave. Nëse mendon që mediat kryesisht janë të shitura te Edi Rama dhe bën lojën e Edi Ramës, atëherë mund t'i bojkotoj këto media dhe të përdor rrjetet sociale siç ndodh me partitë tjera jo në Shqipëri. Ke shumë drejt. Po në qoftë se Partia Demokratike E ka shenja në mediat kryesore shqiptare. shkon në mediat më të... Thuhet asnjë fjalë për ta. Një çerek fjalë. Për televizionin më të rëndësishëm të vendit. Për tu blerë, Të cilët i bien lulet ballit të opozitës. për tu blerë blien politikat editoriale. Nuk Qoftë se shkon në blesh individ sot. në ato artillerinë e rëndë të Edi Ramës, që janë artilleri e rëndë. Myslim të ishte në një për këtë. Ata pse më Dhe revoltojnë studio tjera, Po pastaj mirë me që që të mos e thua që tash ta bëj një sqarim kështu Jo, po mos e bëj se me kë jam se na çmendën po domethënë. me kë jeti tani vërtet. Po ha Me këjetje e përcakton publiku kur të dëgjon, s'ka nevojë ta thon. Unë di se me kë nuk Po dhe jam. mund të doj mund të jetë. Patjetër pra, po publiku e zgjedh. Këta që thonë ke qenë, unë kam qenë me PD-n kur ishte përballë Edi Ramës. Se ishte kundër Edi Ramës. Unë kam protestuar ke teatri gjithë vilës. Këta s'kan protestuar hiç, unë kam protestuar, më shumë se gjithë ta bashkë. Por në momentin që këta u ndan, unë nuk mund të bësha me Sali Berishën, se unë Sali Berishën e kam kritikuar që kur ishte në pushtet në 2013, që pati korrupsion, pati probleme. Më fal. Bashkë me Lulin ishte në pushtet 8 vjet rresht. Po bashkë po s'kam pasur. Pse se kritikoje Saliun dhe Lulin të vinte më mirë për të. I kam kritikuar më të Dhe unë nuk kam në kompleks në lefi. ata mbaroj, Ti dhe Klevisi keni qenë shumë ashpër kundra me jo se ke qenë me Lulin, por me partinë dhe frymën që ngriti Luli kur dojë mandate. Kur kam qenë Dhe kundër unë nuk them që nuk vi me ty në studio. Jo, s'me asnjë s'm ke dhënë ti. Vlla, unë nuk kam qenë kundra teje për këtë gjë. Unë kam qenë kundër djegjes mandate. Ju ishit një nga inspiruesit që i fryt në vesh Lulit që djegja mandate. Ai ke gabim valla ja fut kot. O mislim, unë kam qenë. Jo, më nuk ja fusë. Po më dëgjoj një minutë. Mandatet e ka dhënë. Andi Bushati 2, Gjek Marka i 3, madje Gjek Marka tha nuk merr politik fare, pastaj. Më fes me tjerë se U bë deputet lesh. Gjithsesi, ky është mendimi juaj për atë periudhë kohe. më dëgjoj një minutë. Unë kam qenë kundër djegjes mandate dhe e kam shpreh. Por e kam marrë PD këtë veprim le të dali për Zot. Unë kam qenë kundër djegjes, biles kam debat, nxjerr njerëz me cilë kam debatuar kundër djegjes mandate. Tash kjo është kod, kjo është mohabet kod. E para e dyta. Ikim nga këtu, s'ka vlerë. Unë kam qenë edhe kundër teje që dole kundër frymës. Po, kam qenë më shumë kundër teje që në një farë mënyrë u përdor çështja jote për listat e hapura që të mos që Rama të manipulojë dhe të heqë koalicione zgjedhore. Po kjo nuk do të thotë se jam kundër teje personalisht. Koalicioneve se kemi 25 vite deputet që kanë partive të ulën, nuk di sa antar kanë. Jam prapë kundër. Fakti që unë mund të jem kundër një veprimi apo një qëndrimit tënd nuk do të thotë që jam kundër teje personalisht, më vëlla. Se këtu merr gjëra personale, vëlla. Unë thash, pse që keni zonë me Klevisin tash? Po nuk jam zonë fare, nuk është PD-ja që është zonë me gjithë dynjan, nuk është Ikim nga ky moment, kalojmë te protesta. Me mu nuk e zonë dhe ma koma. Jo, më jo, po më duket se... Zoti Myslim, dua nga ju i pari. E para duhet të ndaj edhe unë, kam patur për disa media, rezervat e mija për analistët, pra njerës që paguan nga 3 milion lek, si këshilltar tek Elisa, si këshilltar tek Niko, apo si këshilltar tek qeveria, nuk është mirë që mediat na i përcjellin si analist pavarur. Cila media se këto se vesh? Që është këshilltar. Pra, duhet da, nuk e di qalli ka pas Klevisin që s'ka ardhë
me mërtirin apo me... Po s'ka asnjë hall kritizëm, ka PD-ja ka... Ti e di mirë si që di dhe unë që ka shumë, që hiqen si analist pavarë, por janë këshilltar në përdoro, o të bashkisë e Ranvelis, o të Elisës Spiropalit, o të Niko Peleshit, o të Unan Ballës, o të Edi Ramës. Po a kanë emra këto më? Pra është më fair për publikun t'i thuash, në stë Murrizi, Po pra emra duam ne. si rebel për themelus PD, ka anë studio me një profesues qeverisë që është dhe analist. Mysli, po flitet me emra, por nuk lidhet Po dhe mund t'i marrin ata. Me emra filani punon këtu, filani. Tha Bilekaj dhe Tela që mund t'i marrin ata. I ke nxjerrura në listë pagesë në tabelat e kuvendit, i ke nxjerrur në hakrimi iranianëve, i ke ti kolegë. Po le ti bëjmë publike. Po t'ishe dhe ti aty, edhe për ty do thoja. Po mirë pa le ti bëjmë publike, po të them, se kështu këta i fusin grup, olla, këta i djegin njomin me fatin. Kalojmë, zoti Myslim, se jemi në temë tjetër, unë e hapa është e detyruar kjo. E hapa me detyrim për saktim. Jo, Tani, unë po tani se në fillim ju thatë, disa udhëheqësa të rëndësishëm. qartë, që tani unë temë... Tashi, në politikë i rëndësishëm nuk është ai që të ka qef, as kryetari, as mediat, i rëndësishëm është ai që ka votat. Sigurisht. Po jo ndoshta në gjitha partitë. Kjo pjesa që teorikisht, Se këtë parim... Kjo pjesa që teorikisht, kalojmë... koti bastard zgjedhohet Me kje duke folur Myslim, kalojmë... Myslim, kalojmë te protesta. Te protesta. Po pra ke protesta. Dua një koment nga se cili dhe nis ti i pari. Edhe protesta lidhet me rëndësinë e individëve që majnë fjalën në protestë. Si e keni parë dhe kuptuar ju këtë protestë se u tha, do me thënë, ashtu thuhet, do me thënë për të mprehur shikuesit edhe për ti, si tu është për të tonifikuar ata, shikuesit, protestuesit, më falë. Jo, nuk duhet thuhet u tha një retorikë që kjo është shtuna e fundit ikën Rama. Bie tha. Jo prap, nuk duhet thuhet ashtu, unë jam kundra kësaj lloji thanje dhe këtë kam reaguar edhe në rrjet social, edhe në media, sepse mëson si historia e çobanit që gjente fshatin ujku dhe kur ra ujku me gjimen, nuk i shkoi kush më. Pra, nëse e ngrem pritshmërinë para protestës në qell dhe pastaj bëhet 2 orë fjalime dhe i qerekore protestra, ale ato fishekzar dhe ato molotov që pat ju, dhe pastaj demokratët militantët që janë thirrur aty për të rrëzuar Ramën shkojnë në shtëpi dhe do t'i ftosh prap me 20 shkurt që hajde se jemi afru dhe 67 metra nga kilometri i fundit, nuk besoj që është serioze për i forcë politike që ka qeverisë Shqipërinë 13 vjet dhe që duhet jetë serioze më së pari me antarësinë e saj dhe mbështetësit e saj, pastaj me qytetarët. Duket se... Unë nuk jam... Duket se ju e përmendët... Me retorikën që hajde ta hedhim lan, do ta krem, do ta rrëzojmë, nuk di unë në historinë 35 vjeçare që t'jetë rrëzuar në qeveri nga protestat shumë e shumë më të mëdha se sa protesta e datës 24 janar. Okej, jemi duket sikur funksioni kryesor i protestave të opozitës ju e përmendët, janë fotografit në flak që publikohen për mediat ndërkombëtare. Pra është teatrale... Unë nuk e shikoj, ashtu e shikoj që opozita ka mision të protestojë sa herë mundet për të rreshtuar dhe unifikuar faktorin opozitar. Mos pari vetën e vetë, pastaj të tjerë, pjesa gri që besojnë në kauzat për cilat opozita den protestë. Po aty shumë, dhe ai mund të rinte... Ata duhet të rinin aty dhe të deri në rrëzimin e Ramës, padyshim. Por unë po them Myslim që ngjan pak... Sa kohë që ka valle bukanishte dhe përfundon këtë çifteteli, ka dhe regji që të flasë Hasani Hyseni, unë them që përfundon pak teatrale, dhe duke si mashtrim ajo, marrja e fotografive dhe idhja e fishekzare dhe ikja pastaj. Pse mendoni se vijon ta bëj për këtë? Fiton gjë në këtë mënyrë duke nxjerrë vetëm fotot, se ajo duhet vazhdonte. Unë nështë besojnë që rrëzimi i qeverisë vjen nga faktori ndërkombëtar. Unë do të thoya që vjen nga shqiptarët dhe me mbështetjen e faktorit ndërkombëtar, duke ndërgjegjësuar që kjo qeveri ka përcyer gjitha kufit e një qeverie të mesme, jo normale, që mund qeverisi shqiptarët. Padyshim, dhe kjo është... Por që unë nuk besoj që voton as Trumpi, as Meloni, as Macroni në Shqipëri, dhe as një qytetar i vendeve që përfaqësojnë ta për të rrëzuar Ramën. Të kalojte të ftuarit atëre me këtë idenë që duket pak teatrale, e në tonë t'i e therë në kaluar, që edhe 600.000 veta po të dalin aty, po që se nuk operojnë,
nuk është një protestë e vërtetë e gjitha, ajo mbetet një shfaqje figurative, një teatr. Manifestim. Një manifestim pasi vlerë. Sigurisht që tregon një lloj force të opozitës, po themi, ose një lloj pakënaqësie. Është një lloj matje e temperaturës së shoqërisë, po besoj që nuk ka asnjë efekt në agjendën politike të Partisë Demokratike. Nëse Partia Demokratike ka një agjendë politike, duhet të fillojë zbatimin e agjendës. Nuk e di a ishte kjo protestë fillimi i atyre protestave permanente që ka thënë Berisha dhe PD-ja deri në rrëzimin e qeverisë, por gjithsesi mendoj që ngjarjet se si u zhvilluan ngjarjet në protestë, pas dhunës sproporcionale që përdori policia mbi protestuesit, Partia Demokratike nuk mund të mbyllej në zyrat e veta dhe të priste deri në vendimin për protestë në radhës. Pas asaj dhune proporcionale, mendoj që reagimi genuin, reagimi i menjëhershëm, reagimi i nxehtë duhet ishte që dielën dhe protestat vazhdonte. Sepse s'ka takat me Anton, se po të falë, ju lejote apo? Jo, po ti diskutojmë debatesh. Nuk ka takat doktori. Dhe mishtimi nëse do të ndryj me njëra e vjeçar që qëndroje, ai duhet, atë që the, duhet qëndronte ditë natë në shesh të përbashkonte faktorin opozitar, po prapë me Saliu nuk bashkohen gjithë partitë politike, ti ke Adriatik Lapaj, ke Agron Shen, ke Alin Qorrin, që gjithë janë front opozitarën që se do t'i përbashkosh, me i leadership tjetër të PD-s. Po jam 100% dakord me ata që tha zoti Morizi, por mund të shtoj këtë tjetër në yllin, që se më lion, se ndërhyra Antoni, po Antoni sa është me i vogël me lion nga njerë. Po edhe i ma thjetë, nuk ka rëndësi. Ndryhet në debat. Po unë po të them që Partia Demokratike dhe Berisha ka disa muaj mos vite që thotë kjo është protesta e fundit që Ramën ne erëzojmë. Edhe vinë militantët, unë njoh plot të ndryshëm, edhe njerëz që na ka bërë puna, dhe thonë, me kohë për shumë, këtë rallë, më tha mua njëri, Nikol, do të arëzojmë, e ka mbaruar Rama. Po si ka mbaruar? Pas i kishte mbaruar mitingu, më tha, unë erdhe me fugon, pagova fugonin, pagova dhe militantë e fugonit, me parat e mia dhe nuk vi më. Ajde edhe i herë tjetër, më tha, kur e thiri doktor, tani nuk vje më. Pse se shgjenjen njerëzit, në qose ti do të rëzosh një qeveri që, unë po them, po të ketë leadership tjetër, zoti Rakipi, PD-ja, opozita, që është i besueshëm, që krijon karizëm, që krijon, mi fjalë, elektoratin ngrije përbashkon, edhe unë një vot jam dalë në protestë kundër kësaj qeverie, sepse i thonë 4 mandate qeveria. Nuk ka, zot nënë që e beson këtë punë me 4 mandate. Por ka një opozitë që doktori, bile indirekt e mban atë Ramën në pushtet. Sa të ketë Berishën përballë, Rama është në pushtet. Ja këtu demi. Dhe PD-ja nuk... Kjo protestë, ylli, parë kanë vështrimin tim, ishte i tentativë për të nërë zjarë në i ferë të lagur. Sepse ti je votën Ramës të ejtë dhe mëfton mu si militant partije të arzoj të shtunën. Pra ti je voton Ramën dhe bën ligj me emrin e Ramës që e i shkojt përfaqësoj edhe opozitët në atë bordin e Trahanas Paqes që të mërive atje në Washington që unë jam përfaqësuesi i gjithë faktorit politik shqiptar se kam dhe votën e opozitës me vete. Pra ti e voton të ejtë mund thu të arzojmë të shtunën, pastaj do vi puna do të votosh të marta për në kurën për i gjatë tjetër. Pra ne them që ishte një zjarë që u tentut njëzë një ferë të lagur. Do të kishte shumë njerëz, dhe këte e kam bindje, nëse opozita nuk do të voton të ditë në ejte Edi Ramës si përfaqësues në bordin e Paqes. Problemi është që opozita që niset me idenë që u thot njerëzve që ne do dalim protestë për të rëzuar qeverinë dhe qeveria do bjerë pas protestës, për mua është bën gabim. Nuk ka asnjë mënyrë që ti të sigurosh njerëzit që pas protestës do bjerë qeveria, se nuk ndodh. Ti mund të i ftosh njerëzit të dalin për rezistencën e qeverisë. Ajo është misioni i opozitës. Po jo të premtosh që do rëzosh qeverinë. E dyta është, në qoftë se protesta nuk është gjenuine, nuk vjen vetë nga zemërimi njerëzve, nuk ka arsyet e zemërimit njerëzve, mendoj që nuk e ndez as ato molotovët,
Dhe as lloj zjarri tjetër për të deri në rrëzimin e qeverisë dhe pushtimin e godinave. Dhe kjo është një nga ngërçet që ka protesta opozitës. Tani, Kjo vjen, ndërhyrje pak edhe nëse ju pesdis mund të largohem. Kjo vjen edhe për faktin që besueshmëria e atyre që mediat apo ylli në fillim të emisionit tha udhëheq mëdhej të rëndësishëm, janë 23 individ që paguhen si deputet që janë në parlament pa rrogën e antarësisë, pra pa kaluar primare dhe pa rrogën e qytetarëve, pa votat e qytetarëve dhe pa votat e antarësisë. Pra ti mund të pomposh sa dush individ që menon që do t'i bësh mëdhej, por po s'ke i madhe, ai ka shtëpinë, ka 12 hypë në ashesor, 3 veta nuk i flet atyre që ka në ashesor. Ti më thu, është udhëheq si madh, ky dhe përfaqëson opozitën. Nuk ka kokër vota me vetën. Vin fillikat në protest. Po pse i merr, o Muslim, pse i merr ai këta që s'kan vota? Pse i do? Po se janë me këtë, se i e votat Kështu i kish marrë dhe ai tjetri para ti, o mërtir. Se tjetët janë, po këta janë. Ishte që luli drollën belin, në vallën e Berishës për vitrin. Atëherë po e tjetër pse i bën edhe këto? Ma shpjegoj çik. Erdhë, por sepse unë besoj që ju intereson shumë i pushtet absolut brenda forcës që drejtojnë politike, më shumë se sa rrëzimi i kësaj qeverie. Se ndryshe për çfarë? Njerëz pa vota që kanë 4 mandate rreshtë, nuk i voton familja e tyre, nuk e di pse duhet katapultohen marrjen e këtij subjekti politik që pretendon vi pushtet apo që ka qeverisë në 35 vite 13 vjet Shqipërinë. Kemi një bandë dhe luli për të duk, për të ndi këta. Ti po thu që ai nuk do të vinë pushtet, po do thjesht rri në krye të opozitës, se përderisa ai merr njerëz pa vota. Jo, dojë me qef madh, edhe luli donte po. Gjen mekanizmi që të jetë pushtet absolut, që të vinë pushtet, po të ketë nuk rreth vetes. Po me nuk zviet pushtet. Siç ishin kopistat që u kthyn xhepista, pastaj llapista se shkon nga Rama. Po me nuk vjet në pushtet. Me nuk ma pushtetin. Benet Beci ka tenderuar 3,2 miliard euro. 2,4 me Berishën, si drejtori i Fondit Shqiptar të Zhvillimit, 1,8 me Ramën. 4,2. Dhe sot është u bë deputet dhe është kryetar bashkie. Nuk po flas për kopistë atje që si maj me emrat jo unë, pas Berishën që i pruni. Po, pyetja është këtu që me unë nuk ti nuk vjen pushtet. Atëherë i bie që ti s'do me marr pushtet, ti do me ne të kryet partisë. Pra ti ke hallin mos ti ke partia, nuk ka hallin vish pushtet. Nuk ja qelloj këtyre letrave, është ajo që tha Berisha mbledh me grupit kur do dikshin mandatet. Ky është i veprim i fortë dhe luhet all inclusive, oj fiton gjithë, oj humb gjithë. E duan pushtetin, e duan. Unë nuk them që se duan rreth. Por e duan me njerëz që nuk ja prishin ty me duhanit dhe që nuk mendojnë, ose edhe kur mendojnë, e bëjnë truni synet që të përpiqen të mendojnë si që ka qef udhëheqësi. Jo të thonë atë që se kur i takon kafe tek e tek, i lloj si unë flasin dhe këta. Po kur dalin media pastaj, gjithë mendojnë që ka Berisha putje e televizorit dhe po i shef. O, bo që e prisha biografinë dhe të më heqin nga lista. Është problem lista, më shkallëzy sistemi. Po mirë, tashi, po t'jetë listë si Kosova 100% e hapur, mund të të garantoj që do të ketë shumë burra dhe gram, më kurajose të t'ja thonë 5 fjalë në sy, kujt do lideri? Edhe majtas, edhe djathtas. Tani kush e ka fajin këtu, këta që janë eunuka apo ky që zgjedhë unukët? Se këta unukët duhet në rregull fare. Nuk janë punë veta, por. Po janë në rregull ata ti të bëj, unuk janë ata, atë bëj. Unë kam thonë, ky që i zgjedh ta, a kanë faj kë? Ta kanë faj kur vin, pra faj ka ai që i merr. Po pikërisht pra. Por faj kryesor është prilli 2008-s o mërtir. Një pazar i fis për të hequr sovranitetin e votës shqiptarëve. Dakord jam, dakord, atë e dim ne, po flasim sot. Se ajo iku 2008 ku po që të dytë monopolizonin karrikën e në i farë mënyrë mretit tek partitë e tyre politike. Po pra, po në këto kushte mendojnë, a nuk ti si mendon, a nuk është problemi që duhet heq? Më dole fiks shtek. Në këto kushte, si tha zoti Lesi, që opozitat ketë kaos, duhet i vëj kusht Ramës, që ta votoj për ke bordi i Trahanas, jo i Paqes. Se ku shof Lukashenko dhe Putinin mrena, që vret Ukrajina zala, e do të vëj paqen Gazën vjen për qesh. Opozitat duhet të dalë me 1-2 kauza të besueshme, thotë do ndryshoj sistemi zgjedhor, do ndryshoj reformën territoriale që edhe unë vit rrinatën aty, që të ketë vlerë vota si qytetar. Pavarësisht nëse jam apo s'jam unë, njëri që do të jem nesër në listat e PD-s. Por kur për check-upin e kësaj vidmës më flet, edhe për laboratorin e dyqancion Berat,
dhe hesh për dializën e Klodë Lebeut, apo për 110 milion euro laboratorat e Janis Karathanesit, sot nuk është televizioni 95 që jep lajmet vetëm Vjoca Vokshi. Çdo qytetar ka nga televizion vesh ta lexon gazetën në xhep. Unë kam thënë më mirë opozitë dobë sa një opozitë selektive. Nëse flet për fenomenin korruptiv të koncesionit duhet ju bish gjithë. Se ju e mbani mend të Kjo që thot i që kujton Muslimi tani se është shumë e bukur. Atëherë se më kujtohet mua që kam bërë një Çfarë kujtoj? Jo, është shumë e saktë kjo që thua ti sepse mua më kujtohet. Se unë e ylli kemi bërë 2 emisione për bankësin, po këtë s'flasim për bankësin. Po njerin botë bankës në kysin fjale. Dhe atëherë kur thotë Muslimi që i lexonte lajmet Vjoca Vokshi, atëherë për shembull, në qoftë se s'do të ishin dorë Ju trokitjet kërkoj për doktorin, njerëz brezit që nuk e mannen. në mbledhje ja merrte Petrit Karakullës dhe Eduard Selami dhe ja kalonte doktorit Aida Sheu. Dorë trokitjet. Ja kam shkruar unë një letër. Po, dhe këtu tani. Me kështu me montazhe. Ja merrte më, po të kish duar të këtë për ty, se merrte dhe i kalonte këtu. Tani. A ju dhe di mirë se ka qenë nga Albania në atë kohë. Po, atë ka qenë aty, thuj. Po, pra, aty ke para Lama. Kur ditë të jullit të jetë takoj e Berishën deri në 98. Tani, Tela. Tani, po i bëjmë gjyqjen opozitës edhe Partisë Demokratike. Tani, në qoftë se ti vjen, E që po flasim ne për kemi mitimun se... mitingun e Partisë Demokratike. Edi Rama nuk ishte. Sa Ylli tha që nuk dalin të përse televizor. Dhe ta shim që, ti vlla, del jashtë dhe pret, vjen pjesë e dytë, një minutë. Ylli, Del, pret, vjen pjesë e dytë. Zdo të ke qenë flasë për këte. Vjen pjesë e dytë. Por ti po thua gjithë çuditshme. Ne po flasim për mitingun. Ylli, Dhe Për ato të flasë do. Dhe ai zotëria aty po thotë që ja se e marova dhe po largohet. ja një sekond vetëm, nuk rrëzohet. Ata të përse Nëse nuk ka fuqi të rrëzohet Edi Rama me këto që janë bërë këtu, ka ikur për lesh puna. Po mirë, pra, Tani çfarë bëjmë ne, të themi ky është një miting shumë i lartë dhe nuk do ikë të shtunë, do ikë të shtunë tjetër. tani, Do ta themi kështu. jo, Edhe ta mbyllim. mos ta themi që do ikë të shtunën, se nuk tha njëri nga ata që të shtunën do iki. Jo, të shtunë për të. Unë bajmon që Lulzim Basha thoshte Edi Rama sot s'është më kryeminist. Edi Rama e hoqi ai Lul Basha e hoqi një 40. Por Edi Rama, Lul Basha e hoqi Edi Ramën 40 o zotri. që t'jemi korrekt. Hoqi. Që t'jemi korrekt, domethënë edhe zoti dhe Berisha, jam edhe të prapë tjerët, Luli. kanë thënë kjo është protestë datës 24 janar. Ne do vjojmë me protesta tjera, qeveria nuk rrëzohet me një protest, qeveria dhe Edi Rama rrëzohet me zgjedhje, këte kanë filluar t'i thonë, nuk e bënë si përpare që do dalim atje dhe rrësot rrëzohet. Kështu që edhe këtë të shtunë, nuk është se e thanë, do shkojmë të shtunë dhe do e rrëzojmë qeverinë. Ajo që ndodhi këtë të shtunë është kishte më tepër njerëz se një protest më parë të dhjetorit. Kishte më tepër agresivitet se sa një protest më parshme. Dhe ndoshta kjo, edhe për atë teatralitetin që thua ti, por ndoshta kjo ndikon për një lloj sensibilizimi, sepse ato media të huaja që kanë pasqyruar atë që ndodhin protest, ndoshta do ngrenë pyetjen në çfarë ndodh atje në Shqipëri, se zgjedhjet u bën maj dhe kjo qeveria fitoi me shumicë zërmuese. Pse po dalin këta në protest? Cilat janë arsyet dhe do kërkojnë arsyet e kësaj proteste. Por ajo Jo, një sekond, po ja një sekond, për ta bërë më interesant bisedën. Ajo që bëri për Sali Berisha thotë është farsë dhe ka të drejtë të Zoti. Po. Çdo qeverisja, votimet e gjitha janë një farsë. Po tani kur ti bën farsë, se ti bën farsën ti tani, janë 2 palë që janë lëshuar me të gjithë fuqinë kush të dashuroj më shumë Donald Trumpin. Jo Donaldi më Ivankën. Do të arrëzoj Edi Ramën, thonë, këta thonë do të arrëzoj, ky vrapon Edi Rama tani është me ata, tani është në Izrael, me satelitin e Amerikanëve, gjithë, i ka siguruar ai. Gjërat edhe erdhi dhe Ivanka aty të detit e të gjitha. Doli dhe doktori që tha, e kisha dhënë unë Sazanin, tha. E kisha dhënë unë, tha. Doli doktori, do në të ta jepte më përpara. Kryuskojnë dhe ky bëri mirë që e dha. Pra, të gjithë kjo, ky partizan lek i madh, dhe që Donald Trumpi, po tani dhe jemi në moshtë, nuk kemi moshtë, nga gënjur me motive. Dakord, okej, i themi gjitha këto, jam dakord me gjitha këto. Tani, kur kjo opozit është kaq e dobët, kaq e pafuqishme, dakord? Kur del në rrugë me numra minimal, si që toni ju, atëre për cilën arsye... Jo, po kjo i ka votat më shumë. Është opozita e parë. Dakord, po do të heq nga kjo pjesë, do të kalojmë pjesë tjetër. Jo, mos kalo, se kjo është opozita e parë, unë nuk i them do të... Për cilat arsye, policia shqiptare
duhet reagojë me atë formë agresiviteti ndaj protestuesve. Do ta themi këtë. Prit, e kemi një moment, po e kam këtë. Po kjo pra se me këtë një minutë. Pra me këtë lidhet. Një minutë, me këtë lidhet pra. Kjo është pjesa kryesore. Po. Jo, nuk është kjo pjesa kryesore. Nuk lidhet me faktin do në 3.000 apo do në 30.000. Pjesa kryesore është ajo që thotë Myslim Murizi. Po këtë po e themi. Që thotë ti merr zotri, një minutë. Po këtë e themi. Merr njerëz që s'kan as 2 veta në parti, një minutë mo. Dhe në vend që të marrësh njerëz që mbledhin njerëz dhe të japin vota aty dhe ndrohet pushteti, ti merr njerëz aty dhe janë kalcifikuar dhe kanë mbir aty kryetar partish që s'kan në parti asnjë gjë. Po ti s'do ta diskutojmë këtë. Po ma lër ne ta diskutojmë. Kjo ka të bëjë bëra atë të diskutojmë. Dakor, po kjo ka të bëjë me analizën çfarë duhet bëj PD-ja. Po flas për një moment. Policia atë ka bërë më. Jo. Ai e bën me lapajn atë. Si? Lapaj 50 veta ka, jo të mos e bën me Sali Berishin. Po pra. Kishte gjithë atë. Po pse duhet ta bëj këtë gjë pra? Po do më lesh mua ta drejtoj me të gjitha pyetjet që kam. Bashkë këto të dyja se. Jo, nuk janë bashkë. E kam më vete unë këtë. E kam si pjesë që policia, edhe pse ishte e bindur që nuk do ikte atë të shpunën. Nuk do një minutë. Ai tha do ikim nga këtu do shkem te parlamenti. Në atë moment që tha do ikim, policia nuk la njëri pa lag atje dhe gjitha gazetarët dhe operatorët. Unë nuk jam drejtori policisë, unë po diskutoj një protestën e Partisë Demokratike. Në qoftë se do t'i ikim kësaj, në qoftë se ti do që t'i ikim kësaj, se aty po më po. Qëndrojmë gjatë, po mos e ndajmë. Ka maskarat më të madhe se të marrësh fëmijë 10 vjeç. Dhe këtë e bëri policia. Ama s'ka maskarat tjetër që të marrësh fëmijë ti futesh miting. Është hera e parë që makina shëjuese me gaz do cjellës hypin tek kryeministria, më hera e parë, 35 vite. Zoti Murizi, mund të bëj një pyetje lutem me lejen e drejtuesit. Kam një mendim, nofta gaboj, që doktori po i bën protesta dhe do ta radikalizojë situatën deri në prill të këtij viti kur janë zgjedhjet në PD apo ja? A janë në prill, mos gabon? Zgjedhjet për kryetarin e PD-s? Sipas statutit po. Prill maj. Dhe që doktori ka deklaruar se do rikandidoj. Apo ja? Po. A thua që ky po i bën gjitha këto deri në prill sa të mbaroj punë, që mas ketë, jo se nuk fiton, sa ai fiton me 90%, por që mas ketë asnjë zë. Mbaro punë dhe pastaj protestat bien, fillove vera, plazhi etj dhe i ngrin prapë në dimrin tjetër. Dhe Nikol, unë nuk besoj që ka në rival potencial me këtë subjekt politik, me këtë antarësi, Berisha sa kohë që menon që do të kandidoj prapë vetë. Por, nëse Partia Demokratike dhe Berisha menon që edhe pas kuvendit prillit, do të ketë po këtë kryesi, me po këta drejtues qarku, me po këtë kupon, Partia Demokratike rrezikon të kthehet në fe shekjeve se vetë e ke pëlqyer me radhë. A është rëzuar të shtunën më shkruan Lësi Dervishi, por ka vënë për fund dhe këta. Opozitën e ka marrë poshtë. Ka marrë me vete. Ka rënë e drama, thotë. është rëzuar, thotë. Lësi Dervishi më shkruan Myslim që është rëzuar e drama, po ka marrë poshtë këta. Ka zënë brenda. Ka zënë brenda opozitën. Allah. Luli ka 7 vjetë që nuk e një për kryeministin, që në shkur 2019, fik 7 vjetë. E ka shkarku. Po dhe frika, Myslim, kjo që hapi tela, se të kësha pak më vonë i tapja, frika të një që të marrë është ti, e bën ata dhe të kuptojë që isha i demonstrimet i gjitha, edhe pak teatret gjitha, po punë e opozitës, kur s'ka fuqi do të bëjt e teatret, no, e gjitha. Po dhe të një që të marrë është ti dru për fëmijit dhe këto, qëfar është kjo të një, se kuptojnë, se edhe, për shembull, edhe me pak njerës kur ishte ky, shumë pak, se shtia, njerëzit i mlodit, Sali Berisha aty ky, lapaj, e njëta gjë, e njëta sjellje. Ndërkohë këtyre u ikin nga burgu krye kriminalet, e kupton? Se edhe ky është një moment shumë habitshëm. Po këto i komandojnë akoma ata që ka shpall spakun kërkim o ylli. Ja. Ata që spaku dhe mek nuk i gjen, ju japin urdhër këtyre për hera parë thash mas 35 vitesh që në podiumin lart ku njitet makina e kryeministit kanë zbrit 2 makina me gaz do cjellës, nuk kanë hyp kur. Shejus quhen gjuhën e gardës republikës. Tani tjera më ndëmbarohet jetë? Po pra, po të them, që në momentin që protesta po zhvendosej me urdhër të Berishës nga kryeministria drejt parlamentit, mbarun fishek zjarret, që u shfaqen për herë të parë si forma automatiku, edhe molotovët, në atë moment u dha urdhri që
të hidhet gaz lotësjellës dhe ujë me presion, ujë me piper ndaj turmës. Po pjesë e turmës në atë moment ishin vetëm gazetarët e terrenit dhe operatorët e terrenit. U bën qull dhe u helmuan atje. Dhe vjoj më pas te parlamenti duke hedhur gaz lotësjellës të skaduar. Dhe hidhej gaz në sasi maksimale, ndërkohë që turma atje përpara parlamentit ishte e vogël. Dhe hidhej pafund gaz me idenë që gjithkush të largohej dhe mos mendonte të kthehej më. Dhe kjo nuk ka të bëjë thjesht me faktin e një sjellje kështu të papërgjeshme. Ka të bëjë me faktin që edhe ajo pjesë e policisë jep urdhrat për të kryer këto veprime, ndihet pjesë e pushtetit. Thotë këta janë armiqt tanë. Këta janë përballë këta. Pse e bën pra? Se s'ka arsye tjetër. S'ka arsye që ti të godasësh në atë formë ndaj ca njerëzve që po protestojnë. Protestojnë gabim, protestojnë mirë, nuk e ndan policia këtë çështje. Me që hapëm të, unë mendoj që ajo lufta dje i ka shërbyer. Policia e konsideron vetën si pjesë Partisë Socialiste, po jo si policia e shtetit. Po. Partia Socialiste, policia e Partisë Socialiste, gjuan me Molotov, me gaz lotësjellës të skaduar. Të skaduar. Duhet mbaroja i duhet ble tjetri. Të cilët i gjuajnë kryeministisë me Molotov. Ta nuk mendoj që fitojnë të dy palë këtu, se Rama nuk bën llogari kot. Rama gjuan sepse di që fiton nga ajo gjuhë. Policisët ata gjuajnë Godinës. Po pra. Tani, qofse ti ja hedh gazin e skaduar njerëzve. Rama dhe Berisha janë aktor racional, të arsyeshëm dhe të qartë në veprimet që bëjnë. Fakt, Anti, po ndisja avokat ngjelen që pyeste një televizion për gazin e skaduar. Avokati tha, nëse ka qenë i skaduar s'ka pas efekt. Po mirë, avokati më thotë çfarë, po specialistët e kësaj pune thonë që ka efekt shumë më të keq se sa po të ishte i paskaduar. Ka efekt fare. Ç'është ashtu? Ata që ishin atje në terren, ata e dinë shumë më mirë se sa ne që bëjmë vëlla afektu, po ai ishte gazi i skaduar dhe ishi helmon. Tash pse duhet ja hedhësh njerëzve këtë gaz? Për cilën arsye? Në mas jo proporcionale, se mund të hedhësh një ose dy. Dakor, po ato vetëm hidhnin në çdo sekondë. Sepse ata që janë përballë janë armiqtë tanë. Ne jemi bashkë, ne jemi pushteti gjithë bashkë, ne jemi policia bashkë, dhe ata janë kundërshtarët tanë. Ti po e trajton Edi Ramën si budalla. Edi Rama nuk është budalla, shejtan. Edi Rama e bën me vedi atë që bën. Dhe Berisha nuk është budalla, e bën me vedi atë që bën. E bën Edi Rama, po policia po them, pra se policia parimisht nuk është Edi Ramës. Edhe ne bim dakord kështu, si është gjë më normale. Gjë më idiotë dhe më të çmendë që mund të bësh, që të urdhëroj policinë. Por problemi që ndro këtu, ku cilat arsyet politike për te gazit dhe molotove. Pse gjuan Berisha me molotov? A dëmtohet Rama nga molotov Berishës? Fare. Berisha nuk e di që s'ka efekt kundër Ramës, ajo përkundër, ajo dëmton opozitën. Por ai e bën sepse ai është gati të dëmtohet opozita, por ama le të mbaj militantët se po ikin militantët. Nga ana tjetër Rama pse i gjuan me gaz? Rama e di që do krijoj i urrëtia dhe nuk është tek militantët. Por ama e di shumë mirë që duke hedhur gaz, atyre jep një as në dorë Berishës për të bërë që shiko, Rama po na gjuan ne. Dhe Rama është kundër nesh dhe i shesin të dy bashk populli sikur këta janë në luftë. Ndërkohë që të dy këta janë në ortakëri me njëri tjetrin, të dy këta ndajnë pazare bashk, bëjnë ligje bashk, bëjnë reforma bashk, lirojnë të korruptuarit bashk, dhe atje pastaj në shesh bëjnë sikur po luftojnë me tyme e Molotov me njëri tjetrin. Ky është maskim dhe mund i një betejë që nuk ekziston në Shqipëri, midis opozitës dhe qeverisë. Të dy janë bashkë në pazar dhe aty bëjnë sikur ndeshen shesh. Sheshin e përdorin për wrestling. Pra shkojnë aty bëjnë catch, bëjnë sikur ndeshen, në fakt nuk ndeshen fare. Ka një shpjegim tjetër, s'kam të tëndër. Ky është shpjegimi se unë s'gjej arsye. Ky është shpjegimi. I bie që ky është shpjegimi jot për këtë çështje. Ajo që bën Berisha aty është pikërisht për cituar ato titujt të mediave ndërkombëtare, me titullin Protestat antikorrupsion në Shqipëri, se kjo është thelbësore për opozitën, që të gjej sa të mundet një aleancë jashtë. Sa do pak në shtetje, po. Se nuk ka, këto janë iluzione që themi ne. Që fiton nga mediat ndërkombëtare. Vetëm një sekondë që të ambaroj. Pra, janë iluzione do i themi ne që rrëzohet nga brenda, nuk rrëzohet nga jashtë. Në Shqipëri edhe në 91-92 u rrëzua mendimin e ndërkombëtarëve, regjimi, sistemi, edhe në 97 u rrëzua mendimin e ndërkombëtarëve dhe gjithmonë nëse nuk është bërë me votë lirë, rrëzuar vetëm mendimin e ndërkombëtarëve. Dhe nëse nuk mendimin. Kemi 4 vjetë që e themi ne, po Berisha thotë jo, do t'i bëjmë me votat e mia. Duke marrë titujin mediat e rëndësishme ndërkombëtare, tituj protesta antikorrupsion, korrupsioni, lufta kundër korrupsionit e tjerë, kërkon të gjejë një lloj aleance. Dhe pikërisht kësaj aleance i trembet edhe Rama. Sepse Rama duke parë që ka një ngërç me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. I thua që ato Molotovët e bëjnë do preva asnjë fjalë nga do i the. Jo, se me që po bëjnë. Po na humbet mendimi. Okej.
Pra, Rama duke pa që ka një ngërsh me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe mendojnë që ky ngërç ndikon në politikën e brendshme, siç e shprehur në parlament, që pas ngërçit tani SPAK-u duhet pas zgjidhjes së ngërçit me SBA-n, SPAK-u duhet reflektojë. Pra, ngërçi reflektohet në punën e SPAK-ut, ka frikën e përshkallëzimit. Dhe ai po mundohet që tani të pushtojë një dhunë jo proporcionale, një dhunë të tepruar, siç nuk ka ndodhur asnjëherë për protesta. Ti mendoj që ka vërtet të frikë Rama? Që njerëzit mos dalin. Po sigurisht, sepse Rama pret që në qoftë se ngushtohet laku nga SPAK-u, në qoftë se ftohtësia e tij me SBA-n do vazhdojë të evidentohet në këtë shkallë, njerëzit do marrin guximin. Siç kanë marrë të vetët guximin, mund ta marrin edhe kundërshtarët. Dhe ai çfarë bën? Ashtu si ushtron dhunë psikologjike ndaj të vetëve dhe kundërshtarëve në parlament, dhe si ushtrojnë seancë, ushtron dhunë fizike ndaj protestuesve në rrugë. Ushtron edhe ndaj Lapajt, se mendojnë që Lapaj duhet të ketë pasur, duhet të ketë një arsye që del atje për të marrë flamurin e opozitarizmit, tani që po bie Rama. Dhe këtë bën ajo dhunë aty është frika e Ramës. Dhe policia ushtron një dhunë jo proporcionale, si ajo që nuk ushtroi 10 orë, si ajo që nuk ushtroi korrik, sepse ka tani frika e Ramës është në maksimum. Kjo është nuk ka lidhje fare me këto marrëveshje pastaj ushtrimit ndoshta do i bëjnë. Ndërkombëtarët historikisht në këtë vend kanë goditur atë që ka ushtruar dhunë. Sistematikisht sa herë janë hedhur Molotov, ndërkombëtarët kanë dalë ka dënuar Molotovët si dhunë. Sepse ndërkombëtarët nuk bën kurrë me atë që nuk bën kurrë me atë që ushtron sepse duan stabilitet. Tani të kushte, ti nuk mund bësh veprime të cilat bëjnë kundërtën e efektit që thua ti. I bëjnë ndërkombëtarët kundër teje. Dhe ndërkombëtarët kësaj radhe. Po pra, kësaj radhe ndërkombëtarët as kanë denjuar të reagojnë. Pra e kanë shpërfillur fare, nuk e konsiderojnë. Sepse nuk e konsiderojnë partner as për antikorrupsion thonë. Tani, tjetra gjë. Unë nuk besoj që këtu Rama ka ndonjë frikë se Berisha mund të optimizojë atë indinjatën kombëtare që ka populli ndaj qeverisë. Sepse Berisha nuk e ka këtë fuqi për ta bërë këtë. Ata njerëz mbledhur atje. Përkundrazi Rama i ngret topin Berishës, sepse Rama do të ketë Berishën aty. Sepse Berisha e shkreh situatën. Po Lapa pse ngret topin? Lapës vetëm do të heqë plasmasë që mos rri aty në darkë. Po Lapa çon policinë çdo darkë. Protesta që shqetëson seriozisht Ramën është Lapaj më shumë. Sepse Lapaj duke qenë 24 orëshe, e mban vëmendjen 24 orë, 24 kundër tij. Rama është në paranojës tij. Por Lapa është për këtë tjetër ajo, po unë po flas. Paranoja çon Ramën çoj policinë aty. Rama ke Lapaj nuk do të ushtrojë dhunë, po do që ti heqi ti. Jo more ushtrof, frikë e Ramës, do t'i largoj. Nuk është paranoja nga protesta. Për të vazhduar protestën. Se mendojnë që ka një terren të lëvizshëm në jashtë. Rama sot dhe shikon që lëviz terreni edhe brenda indikuar nga terreni. Rama sot ka vetëm një rrezik. Ai sot në kurrën e paranojës vet. Ai vërtet çdo njeri që thotë Rama sot fal, ta mbyll me këtë. Nikoll e fundit. Rama ka fal. Për Davosin pse një u paturpsi. Ka frikë, është shef. Rama sot ka vetëm një rrezik, serioz, SPAK-u. Të gjitha të tjerët i ka kot. Dhe protesta e Lapajt dhe protestat qytetare mund të bëjnë një punë të mirë, sepse mund të japin dorë më shumë SPAK-ut, duke e dëmtuar politikisht Ramën, që të ketë më shumë dorë të lirë ta ndëshkojnë. Por nga ana tjetër Berisha po sulmon SPAK-un, kështu që një protestë e Berishës nuk i jep fare problem Ramës në raport me SPAK-un. Sepse nuk e sulmon në SPAK-un Berisha. Si po e sulmon sot e gjithë ditën ai deri dje thot Troplini akoma. Thot ai Troplini për këta titull ndërkombëtar që janë të gjithë me termin opozit, antikorrupsion, protest, bëjnë të lindë një pyetje andej jashtë. Pse po protestojnë këta, se mund të bëhesh në shtator, tetor, nëntor, do ishte një protestë normale, zgjedhjet e lira, na vodhën zgjedhjet. Jo, po momenti tash është ndryshe nga këto 4 vitet e tjera. Ke një moment që zëvendës kryeministria kërkohet të arrestohet nga SPAK-u. Që gjykata kushtetuese është duke pritur të jap një vendim për zëvendës kryeministrin. Ky momenti nuk është aq i thjeshtë sa që ai të kaloj punë e madhe. Dakor, është një moment i rëndësishëm edhe për drejtsinë, edhe për qeverinë. Po që ky Berisha është për veten SPAK. Nuk është çështje DBE-ja, se BE-ja mund po pse duhet ta ngatrosh direkt çka është e Berisha? Po them, protesta është e Berishës, nuk është e popullit. Protesta është e popullit opozitar. Pastaj Berisha është kryetari i opozitës, është tjetër histori.
Tani, protesta është e popullit opozitar. Molotovët që jedhin Ndërkombëtarët kur bëjnë analizë gjëra thonë ky Berisha në moment kur kryeministri ban peng drejtësinë, pra ka marrë mbrojtje zëvendës kryeministrit dhe nuk e dorëzon. Ky është momenti. Dhe nuk e dorëzon në parlament. Dakor? Se nuk e dim çdo bëj gjykata kushtetuese. Në parlament nuk e dorëzon. Ka një muaj që e mban atje peng dhe nuk e prek çështjen. Kjo është çështje shumë e rëndësishme. Sepse kryeministri që po fut duar pse dalin opozita dhe proteston dhe për këtë çështje para kryeministrisë se Berisha është i keq, ti thuaj mo. Po nuk e zgjidh kështu çështjen. Opozita duhet protestojë dhe ka shumë arsye për protestuar. Muslim. Problemi është që bën këto shfaqje. Pse bën shfaqje? Bëj protestë zotrin. Tani nuk sensibilizon me ti thua, bëj protestë edhe pastaj quhen miting. Pastaj kur e bën të tillë, pse e bën të tillë? Duhet ta bëte miting, nuk do e bëte protestë. Shiko, unë nuk jam fare kësaj natyre. Unë them, nëse Berisha. Po nuk është protestë, më Andi, për mua nuk është protestë. Po dakord, më Muslim, nuk është protestë. Po është një gjë për të dëgjuar, apo jo? Patjetër më. Po kaq pra, çfarë po them? Edhe të dëgjohet kjo pjesa tjetër pra që policia reagon shumë më vunshëm ndaj qytetarëve se duhet i mbronte ata. Dakor? Nuk reagon policia, më reagojnë kontingjentët ata që nuk arrestojnë, ata që nuk arrestojnë Ergysa Gasin, nga mëngjesi darkë që duhet të arrestojnë, rritë e hedhin Molotov, i hedhin bombën e gazit, protestuesve, arrestojnë fëmijët. Dakor? Këtë duhet themi pra. Edhe ndërkombëtarët, o Andi, nuk është se e duan vdesin për Ramon, se ministri i jashtëm gjerman, zoti Kriçbaum që erdhi këtu, e di mirë që në gjykatën e rajonit Stuttgartit, po gjykohet themeluesi i koncentrave së bashku me Llane Ramos, me Armand Josifi, me gjithë dumarët që ka Rama afër. Kjo e harruara me punë ambasadë amerikane. Unë nuk besoj që nuk e di. Rama nuk e do askush. Që Rama bën me konikani me lekë shqiptarëve në parkim. Harruara me punë. Rama nuk e do askush. Problemi është që këta s'po duan as ju duan as juve valla. Kjo kam parë tek faqja e Ivankës ket një foto zyrtare në 3 ditë lajm që gjithë mediat e Ramës dhanë emision sa specu hoke gjella, çau gatu. Pra, Zotë Rakibi, edhe njëherë precisht, ndryshe që tha Tela afron pak të mërtiri, që me këte opozit, edhe njëherë, me këte mënyrë, protest, le djegit bëj qatë doje, aqë me tepër, Berisha edhe në kohën e Lulbashës, ka pasur e të Monika Kryemalli, që ishte në Lesia, kishte protest me të madhe numra, po jo? Kishte edhe ato Molotov, me gjithatë edhe ishte pak edhe ishte afër pushtetit në 2021 dhe nuk fituan me Ramën. Nuk fitot dot me Ramën në këtë mënyrë. S'kan 2019 ishte Basha. Fal. Në 2019. Dhe Luzim Basha e para filloi një luftë, filloi një lëvizje radikale të cilën e lanë mes. Po ta çon në fund, nuk e di se do shkon. Lëvizja Bashës ishte më madhe se ajo ishte budallëku. Absolutisht. Si do si budallëku aty. Mos e fillosh më. Fare. Fillosh pra, po kjo është pra. Mos do të fillon, do të çosh deri në fund. O Anton, ky problemi që Berisha po bën të njëjtën gjë si Basha. Po nis një betejë që s'ka ku ta çojë. Flasim me radhë të lutem. Yes. Edhe një herë po them. E kam bindje edhe një herë po ta përsëris që me doktor profesor Berishën, i cili ka bërë historinë e vet, nuk vjen PD-ja në pushtet. Te kam bindje. Sepse edhe njëherë duhet përbashkuar faktorë opozitarë, duhet leadership i ri, bile, duhet që kryetari i ri i PD-s të jetë kandidati për kryeministin, thotë që sot kandidat për kryeministin. Se faktorë opozitarë kemi parë në protesta me 30 veta dalin. Jo. Faktorë opozitarë ka vetëm një, sot është PD-ja. PD, po, fal, PD... Ata tjerë që mbledhin 30 veta në shesh. Anton, me PD-n dhe me Berishën e mund do të ramen? Jo. Ti duhet një front i ri që të rëzoframen me 800.000 vota. Protesta nuk është që të sjellë Berishën për duhet motivuar qytetarët gri, o Nikol, se nëse si do i motivosh grimë? O, Muslim, në protest po nxjerr antarët e partisë. 23 deri 27%, apo janë? Sa janë? 23 deri 27% elektorati, janë elektorati gri? Por nuk përkon me këta 2-3 emra që të me kanë sukses apo kanë parti se morën nga mandat. Nuk janë këta. 27% që. Jo, ata alianca që duhet. Po thot kush valla? Alianca bën qytetarët, sensibilizohen qytetarët. Unë po them gjë tjetër. Protesta sensibilizon qeverinë, pastaj. Unë po them gjë tjetër, që PD-ja edhe një herë. Forum tjetër Nikol, që mu kujtu forumi për demokraci në 97-ën. 97-a është historie nga truar shumë. Ishte mbledh sot një forum politik
që i bënte thirrje PD-s për të shkuar tek ta dhe do përbashkonte faktorin opozitar. Thash mu kujtu forumi për demokraci, igumenit Lubojës, Kolës e Merat 97-ës. Si paragjykon ti ata, çat? Ti tash çdo gjë që lind do e sulmosh valla, çat? A kanë bërë ai gjota, kanë vjedh ata këtë vend, siç e ka vjedh ata liderët e partisë tënde aty, domethënë. Se kanë vjedh. Ata janë njerëz që mund të kritikosh sa duash. Nuk janë njerëz që bartin gjunafet e këtij 35 viteve, siç janë ata që kanë drejtuar Partinë Socialiste dhe Partinë Demokratike bashkë. Ai s'po gjikon njerëzit, po gjikon vizjen. Ata që bën këtë lëvizje. Ata mund të kenë tmeta si televizje kanë 12 vjet që janë kundër çdo opozitari dhe mbrojnë qeverinë Rama. Po kush e mbroj qeverinë nga ata? Ata që bën televizje. Kush nga ata e mbroj qeverinë? Unë s'kam pas një nga ata të mbroj Ramën. Kur? Po që ta luftojnë ke pa? Po kanë luftuar, po me ajsa nuk kanë luftuar ashpër ndoshta, po e kanë luftuar. Kur e kanë Në çdo studio televizive. Ermal Asimin sa herë kam pa në studio, kam pa që ka sulmuar Ramën. Ermal Asimi sa herë ka dalë në studio ka sulmuar Ramën. Unë s'kam pa kur ta mbroj, po për të sulmuar kam mund thosh që mund të jetë më i ashpër, po nuk ka natyrën, ashtu e ka natyrën. Në atë lloj gjuhë flet. Nuk flet me gjuhën e Berishës. Kjo nuk e bën atë jo opozitar. Dhe madje ai është më opozitar se Berisha që flet me gjuhë radikale, gjasë, po në fakt bën pazare. Dhe për mua më mirë tjetë ajo opozitë se sa kjo, që ka 35 vjetë që e zhvat këtë vend, edhe pastaj përcakto dhe kush është territori opozite dhe kush është jashtë opozite. I qut gjithë ata që s'kan bërë opozite sigurisht me Ramën. Opozit nuk mund të mbrohesh, po s'ke njerëz mbrapa, o Ergys. Ti mund të kesh qef shumë dhe lindin edhe shehe, po ai po ta kanë. Unë mund mos kem, unë mos kem asnjëri mbrapa. Po unë flas valla, fjalën kam. Edhe kritikoj qeverinë. Çelci ka valla. Po nuk mund thosh je përfaqëson opozitën, përfaqëson veten tënde kur s'ke asnjë rrok mbrapa. Ai nuk thotë që përfaqësoj opozitën më. Ai bën ftesë që palet ulet këto një dryes. Unë po ftoj gjithë opozitën të këtu. Ai ftoi gjithë më burr. Se parë se opozita ka edhe numra partitore. Po i ftoi partitë më valla gjithë. Ne bëjmë partitë politika numra. Që futëm nga një. A ka gjë të parlament? O Anton, ai duan të imponohen PD-s. A ka gjë të keqe që faktor opozitar jashtë Partisë Demokratike, jashtë kësaj opozitës kukull që shko bën molotove, bën pazar me Ramën. E ke ti në mendje opozitën kukull? Po kshu e konsideroj unë më, mirë jashtë kësaj opozitës vërtet. PD-ja thotë që opozitës janë ata. Ata thonë opozita kukull është PD-ja. Tani do vazhdojmë me këtë bisedë. Ideja është numrat janë këto. Elektorati mendon. Faktet tregojnë që Rama rri pushtet për shkak të kësaj. Faktet e elektorati kësi voton. Elektorati voton që opozita më e madhe është Partia Demokratike. Në numra shumë më të mëdhenj se ata. Po pastaj valla. Dhe sot kjo si jep legjitimitet për çën ekskluzive Partia Demokratike se pas ka shumicët. Ekskluzive jo. Ka forca të tjera opozitare që kanë drejt organizohen. Po mund të vënë kushte e Partisë Demokratike. Kjo mund të jetë më e madhja, po faktorë të tjerë opozitar kanë drejt organizohen të bashkohen. Dhe ky tash kur sa dalin sulmojnë këta, thonë jeni me Ramën. Ç'a bën ky? Për ç'a bën ky këtë? Sepse këtë problem, pra ne them që janë të shitur këta. Elektorati si vendos. Këta ç'a bën? I sulmuan partitë e reja që para zgjedhjeve dhe e defaktorizuan elektoratin gri që mund ta merrnin këto partitë e reja. Pse? Sepse Sali Berisha s'do që të lindë një opozitë e re që mund të prodhoj alternativë kundër Ramës. Dhe thotë le të marrë Rama 83 mandate, vetëm mos ketë të rinj. Një elektorat gri. Po, këtë Sali Berisha nuk e dëgjon Sali Berishën kur i thotë që ai është Rama. Me këtë ligj zgjedhor, le të përkrahej sa do Berisha dhe Rama. Partitë e reja mund të marrësh 100.000 vota, nuk merr dot asnjë mandat. Po kush e boni këtë ligj zgjedhor e bëri Sali Berisha pra me Ramën. Se këta bashkë e bëjnë pazarin dhe pastaj thonë që ti s'je se s'të njeh ky ligj që bëra unë. Po këta tri të virë gjëjtuj se Ermani ka qenë këshilltar dhe Sali Berisha Ergys. Nëse të Murrizi ka qenë kulak. Këshilltar ka qenë, nuk ka bot tendera me slyt, ka qenë këshilltar. Ka qenë këshilltar i dikujt që s'ngjon, që i ka këshilltarët kot. Kush more? Ermali ka qenë këshilltar i Berishës. Ndërkohë që Berisha nuk ka këshilltar, pra se Berisha të këshillon, nuk këshillohet. Atëherë akoma më keq, pas ka qenë rroktar dhe ka hesh për i rrok. Dhe ka ikë valla, ka thonë ndërreqe, se e ka pa që se ka dëgjuar. Është njëri komplet dinjitos më bursi. Ka ikë se ishit 60 vetër dhe mu bë më shumë se ministrat. Ka ikë pas ju uapën. Ore iku më e pa që ky nuk ka pyk. Çaj themu nuk e dëgjon dhe iku. Thotë ç'a duam unë, kot për të marrë rrogën dhe iku. Kanë ikë kur morën licencën e universitetit, po mos mba barkun tash. Ikën për biznes. Shumë mirë më ka marrë biznes privat, pse ç'a problemi ka? Po mos bëj biznes tjetër. Se ngjonte Berisha. Si? Nuk iku se nuk e ngjonte Berisha. Ka shku me qëllim për parë. Pse më nuk rrinte ke Berisha? Po pse nuk bënte edhe biznes dhe këshilltarin ai? Po që flasim brenda, pas një. Ja, të lutem, tani Muslim
unë kam dhe një pyetje. Pra, Myslim, këta kanë qenë atje dhe kanë hesh prej 2008-ës, më tash ju kujtum të që nuk po sistemi? O, zoti Murizi, lapse. a mund bëj një pyetje të fundit? Problemi është vetëm televizien, jo problemi. Don shkurt se si vjen opozita në pushtet. PD-ja dhe opozita. Si vjen në pushtet? Si? Jo, një sekund. Si mendon që PD-ja, pra si mendon ti që PD-ja dhe opozita vinë në pushtet? Si? Bashkë me pyetjen e Nikolës, Myslim, bashkë me pyetjen e Nikolës, dhe duke se strategjia e Edi Ramës është injorimi total i opozitës. Si mund të bëhet faktor ajo dhe të ndodhë kjo i thot Nikola të vinë në pushtet? Se ka një injorim total të Ramës. Duke mos qenë selektive në denoncimin e aferave si në parlament dhe SPAK, duke përkrahur dhe promovuar mbrana vetes njerëz që kanë peshë elektorale tashmë të provuar, qoftë nga listat e hapura, qoftë nga votimi 2021-shit, nuk ka nevojë për kloun, dhe duke ju shtrit dorën çdo subjekti tjetër politik që realisht është i përket qendrës djathtë. Unë nuk besoj kur në një koalicion amalgam i majtje ekstrem me Partinë Demokratike dhe me djathtë ekstreme mund përmbysë Ramën. Sepse do të mërziten ata që realisht i përkasin qendrës djathtë. Pra unë si Myslim Murizi, për qindra dhe mira si unë, nuk mund të më qosh koalicion me Ilir Meta dhe unë të votoj për gjyshin e Xhixhës që ka qenë partizan që ka vrarë gjyshin tem nga ruajës Matjan Luqis. E bën ti se ke qef, ke muhabet me Ilirin të akzosh për vete. Pra duhet të ndash ku fillon dhe ku mbaron, çfarë përfaqëson Partia Demokratike. Ne themi parti djallë dhe bëjmë parti djallë, themi konservatore e bëjmë parti konservash. Myslim, kam dhe një pyetje që mund ta konsiderosh në dy pyetje dhe Jemi radikale, po përkrahim familje dhe kemi allasoja dy mrena, pra duhet të ndajmë çfarë jemi dhe çfarë përfaqësojmë. Myslim, kam dhe një pyetje që mund ta ndash edhe në dy pjesëza dhe mbarojmë bashkë. Nuk të kam pyetur ndonjëherë fare hapur. Në rastin konkret kemi Sali Berisha, a është arsye Sali Berisha pse protesta dhe aksionet e BD-s nuk mund të kenë masivitet dhe nuk shkojnë dot për te gardit partisë, dhe po në këtë kuadër, bashkë me këte, PD do të zhvilloj zgjedhjet për kryetarin e ri. Nuk kam pyetur ndonjëherë fare hapur, a ka ardhur koha që Berisha të hapë rrugën? A ka ndonjë shans që ta bëj ai këtë? Shans nuk shoh sa kohë që ai vetë deklaron që thotë do të kandidoj prapë. Koha për të hapë rrugën në këtë buqet që ka grumbulluar rreth tij, sot po t'ikte do të bëhen 9 parti demokratike. Një do të bënte Gazi, një Fazi, një Gjek Marka, një Flamuri, një Albana, një Belindje, një Jorita e Meral. Stop. Pra, në gjitha protestat 35 vite, vetëm tek Berisha, po edhe tek e Majta, ata që dalin protest ylli antarësia e partisja. Daç merr një Ramën në 2011, daç opozitën me Nanonburg, daç 13 vite. Ne nuk kemi shoqëri civile, o i nderuar Ylli Rakipi. Këtu po të kenë drejt votë dhe qenë janë ndarë me kampe, ky përket qeni pëses, qeni pëdes. Shoqëritë civile kanë qenë mekanizma artificiale të sorës. Është një pjesë tjetër e madhe e shoqërisë që mund të dalë, Myslim. Partia Demokratike është partia që ka tundur themelet me njerëzit. Saliu e ka bërë këtë punë. Dije. Nuk kemi shoqëri civile. Kështu që ata që do dalin janë ata e ka bërë Sali Berisha këtë gjë, dhe Sali Berisha ishte si pronar i mitingjeve të mëdha. Sot ai nuk është. Po pra, sepse Partia Demokratike Ylli në 92-shin ka marrë 1.063.000 vota, nuk ka shqiptar më këtu më rrugë. Po pse jo tani pra? Në këtë gjendje që është vendi, Myslim, që ta mbyllim. Ti për shembull ke ikur apo do të vjosh të qëndrosh në këtë pozicion aty? Ti je një ambar votash në Lushnjë. Ambar, edhe në vende tjera ku ke vajtë. 7.205 vota në qartë Tiranës. Po pra po, tani ti si je aty, se nuk ju duen votat ndoshta atyre. Ti do jesh me, apo do vazhdosh kështu. Ja më thuaj mo, të marrë ty unë, ja një minut me minut, të marrë ty si personazh, dhe lexoj dhe të tjerë. Të marrë ty, lexoj Salianin, pastaj lexoj tjetrin. Urdhroj, je antar i Këshillit Kombëtar. Unë jam aty deri në Kuvendin e ri, antar i Këshillit Kombëtar. Am kanë qef, as nuk kanë qef ta që drejlin belin, nuk ma njen hiç. Unë jam Partia Demokratike nga 8 dhjetori, as si spioni i sigurimit, as si kryeshja e Armizalis. Ka marrë për qef pa ditë se kush do jetë kryetar. Dhe jam aty. Jam okay, atëre Berisha fiton në prill, kur janë zgjedhjet? Në prill? Prill maj.
prill maj do me thënë aty partisë mos ju ndajsh fjala tani edhe aty Prill, jo doktori, maj. po. Maj Fiton mos e prap ngatron me zgjedhjet dhe festën mbaron PS me Nikola, se ka PS-ja pakzimin. Qëndroj emrin. Mislim, unë të falenderoj shumë, ë. Në prill, Nikol, prill. Jena Maj. Për maj partisë mos ju ndajsh. Do të përzitet Rama se maj është edhe... Karikës mos ju ndaj. Prill maj karikës mos ju ndaj. është festa e krenarit. Po mos të heqin tani. Të falenderoj shumë. Jo, jo, ti se ke problem po. Po heqin dhe herë tjetër gjë e madhe. Bëjnë një shaka. Të falenderoj shumë. Jo, s'ka problem. Falenderoj shumë dhe do të jemi bashkë dhe... Edhe unë falenderoj për ftesën. Faleminderit. Emision të martë falë për në panelit. Faleminderit, natën e mirë bashkë. Atëre, ta themi dhe njërë këtë, tani Trumpi që nga tronë Shqipërinë, se ne jemi gazetarore, dhe ndoshta dhe e drama dhe Saliu nuk flasin dot për Trumpin, se nuk flet dot. Edhe s'kam faj këtuar. Nuk flet dot edhe Evropi. E ke parti që Evropa nuk flet dot për Donald Trump. Nuk flet dot, po ka frikë. Mere me mend tani se si mund të flasë Saliu këtu dhe Edi Rama. Kur në botë? Sali Berisha dhe Edi Rama s'mund të... Po, tani mendoni ju që... Drejtu presidentit francez Macron. Po, mendoni ju mendoni ky buri që ngatron Shqipërinë, ngatron her pas herë me Armeninë. Mendoni që shpëtimi PD-s të vi nga Amerika tani atë. Se dhe ky e drama për këtë po vraponore, e kemi pjesë e dytë në këtë. Satelitët e Donald Trumpit që është Izraeli e këta, Netanyahu tani u përqafuan shumë. Gjithë do kemi pjesën e dytë. Ndër dy fjali tani, mendoni, ju e keni thënë gjana më po kote bëjë, mos e bëjë kote të pyeti unë? Asi shans nuk ka për dhe nga Trumpi, fare. Fare, mos e bëjë dhe kote të pyeti. Iq, fare. Jo, ka dhe pyeti kotër. Kjo pyetje retorike, mos pa përgjigje fare. Nuk ka përgjigje, thonë shpallë. 110 veta në parlament. Votun të gjithë bashkë në shkelje kështu të haptas kushtetutës. Votun një marrëveshje që nuk ishte firmos, llogaritë vetë si është përfundimi i fabulës. As një kundërshtim, as gjë. Si qingja votuan të gjithë, sepse të gjithë e kanë shpresën të i madhi Amerikës. Gjithë e kanë shpresën aty. Gjithë e kanë shpresën tek marrëdhëniet personale që krijojnë, marrëdhëniet jo institucionale që krijojnë me administratën ose me vetë presidentin Trump. Dhe ai kështu që thotë atë. Nëpërmjet lobimeve, nëpërmjet takimeve të tjera. Kemi dhe i dëpët Dhe asnjëri nuk bën asnjëri nuk bën alo, mira fotografika. Dhe ky tani thret Rubio prap mund të thresë Rubio. Por e çan këta nga Armenia thotë që më shmend. Ai mund thotë tani ti thot Rubios prap, por e çan këta nga Armenia që më shmendën më. Mos e hanë njërin me një kotën. Ore zis pushuan këta armenët të thotë. Niko, si betë. Do thot Alievit sulmoj Armeninë prapë. E po ty s'të bën gjë apo? Kam koment jo fare. Do i Sa do bëj ty? Do i thot Alievit sulmoj Armeninë prapë ai, do thot sulmoj Në Davos nuk e ngatroi. Si su lodhen armenët të tërë. Në Davos nuk e ngatroi. Armenia reprezentantë. E tha. Armenia Azerbajxhan nuk e Ka ngatroi. regjistruar edhe aty që të mbante mend mirë dhe pas shakas Ramës. Po ideja është që marrëdhëniet Shqipëri-Amerikë duhet diskutuar, jo marrëdhëniet Trump me partitë shqiptare, Trump-Rama ose Trump-Berisha. Po kështu i duan këto më. Se këta me servilosen me shpresën të marrëdhëniet private. Private, po kjo është në? Me të marrëdhëniet institucionale. Qëllimi këtyre nuk është fitoj Shqipëria, të fitoj unë. Ndërkohë, edhe miratojnë dhe atë idiotisin që miratuan të ejnëten, me emrin e Edi Ramës. I vën kushtet e Shtetit Bashkuar të Amerikës që ne do jemi bordin e paqes vetëm nëse është Edi Rama. Është kusht ky. Kjo është si kusht atyre. Edhe me autorizim të presidentit. Këto janë servila të lodhur që nuk e kuptojnë që marrëdhëniet janë institucionale dhe jo private. Se nuk do të dalësh ti vullnetari Trumpit dhe të varësh shallet e Trumpit si vullnetari janë veri dikur, por do jesh për marrëdhënie ndërshtetërore dinjitoze. Ai sa dinjitet mund të ketë një vend i vogël si Shqipëria. Dhe ne sot kemi një problem me Shtetet Bashkuara të Amerikës si shtet. Jo Rama me Trumpin, nuk na intereson fare. Rama mund ta jetë vëlla Trumpin. Mund të jap Sazanin, Trumpi mund ta doj shumë. Ne me Shtetet e Bashkuara të Amerikës kemi një problem. Shtetet e Bashkuara na thonë luftoni trafiqet. Po. Ne i bëjmë trafiqet. Ne i bëjmë trafiqet dhe jemi në 5 vendet që ata kanë zgjedhur për të na thënë luftoni trafiqet e drogës. Në 5 vendet në botë, 4 vende janë nga Amerika Latine.
Ky është problemi që kemi ne me Shëbat sot. Nuk është marrënia kush e ka mirë, më mirë Trump apo Berisha. Po ne kemi klasë politike të kalbu që nuk do t'ja di fare për të gjë, dhe shkon aty. Dhe ata prandaj thonë do punojmë me spakun, se ata s'kan besim tek askush në klasën politike, s'kan besim tek qeveria dhe as opozita. Sigurisht. Dhe punojnë me spakun për të luftuar sa të mundin krimin organizuar dhe korrupsionin. Dhe ky është problemi që kemi ne, dhe kjo është e frikë e Ramës, sigurisht. Dhe kjo është shpresë e PD-s pastaj. Shkatron që Rama. mendon Luftua krimi këtu, Rama është i mbaruar, se Rama me këta mban pushtetin, ç'a. Ky është problemi. A mund të rrezikojë kjo qeverisjen e Ramës? Kjo mund edhe të rrezikojë qeverisjen e Ramës nëpërmjet spakut, siç e tham. Sepse spaku nëse do luftoj korrupsionin dhe krimin organizuar, do të gjetë qeveria. Sigurisht. Problemi është Por këta se spaku në jo si qëllimi i Trumpit për të rrezuar Ramën pra. Është qëllimi i Shtetit Bashkuara për të pasur një partner të besueshëm në Shqipëria, se ka lart shumë besnik dhe i duhet ta ketë. Është një investim dhe është fat për ne që ata investojnë në Shqipëri akoma. Kemi tani një shembull konkret, ne kemi diskutuar këtu, po Nikol do të pyes ty unë pak më veçantë. Ervin Saliani që del në mbledh njerëz, goxha njerëz mbledh për takime, me njëre gjithë partia lidhet kundër dhe shpikin të gjithë skenarët se si Saliani është kapur nga krimi. Suel Qela këta. Po kështu ka bërë doktori që në 92-shin, ylli, si ne jemi aktor të vjetër të dy bashkë. A fitoj PD-ja në 92-shin dhe në mos gabon gushta shtator të 92-shit doktorin zori grupin e para emisor, që ishte Neritan Ceka, Gramoz Pashko, Gensrula, Gusht, edhe bile edhe Azem Hajdarin, mos gabon shtator të 92-shit e përjashtuan nga PD-ja një. Ja, Azemin, ja. Azemin po, ka pasi... Mocionistët... Ka pasi deklarat e Gazeta Koha Jo në shtator të 92-shit, për të zjerë në arkivin, që Azem Hajdari bënte Salibriqën salat në 92-shin. Por kështu ka punuar pasaj me grupe tjera emisore. Dhe përjashti nga PD-ja, është përjashtuar nga forumet. Nga kryesia e PD-s, më shumë. Po bolli ishte përjashtosh Azem Hajdari në lidhje demokracisë. Sepse këta u bë mocion, u quajnë mocionistët ata në gusht. E kanë akuzuar Azemi edhe për sigurim se burë çfarë s'kan. Azemi. Po, Bashko, Imami. Azemi pastaj jep të jetën se ti ke qenë i vogël. Jo, më mbaj mend sa gjë, se i ndiqja. Kapi bombën, që hodhën doktorit. Kapi bombën, që të mos zbrazej. Në të 7 e po. Në të 7. Po është tjetër. Kasim në të 2 në ri. Jo, në kalimin e kohës për fes, kapi bombën o zotrit anë që ti nuk... Dhe heri dhe një gazetarim që se atë e memen aty, dhe nuk e shkruan të. Thash, unë, përse se shkruan? Përse se shkruan të i ka odhëm bombën? Po ne s'kemi që bëmi, thash, se se odhëm ne. Ajo do bërë si lajmë. Gazetari që punon të në gazetën. Albane. Si në keshë në toni që... Tani, kjo punë të ati, Saliani... Pra të përfundoj si fati i gjithë grupeve emisore. Ka të njëjtë metodë doktori. Nuk pranon doktori. Ishte dje në miting, si armik duke. Jo, si armik rinë të i vequar. Dresa a tha që është vetë përjashtuar, nuk ka vetë përjashtim. Ja, dy Big Brother. Që të Big Brother kishë marrë? Çështja është se e kishte aty pra. Na Leon Ylli. Ylli? Jo, çështja është që sot Berisha nuk është më ai që ka qenë. Sot pjesa më e madhe e militantët vetë Partisë Demokratike janë dëshpëruar, se nuk vinë në pushtet. Dhe ata kuptojnë që duhet një ndryshim. Dhe unë mendoj këtë që Berisha nuk e ka probleme Salianin, e ka me anti-berishizmin që ka lindur tashmë brenda Partisë Demokratike. Dhe i duhet përballet me një të vërtet madhe që një pjesë e mirë e votuesit të PD-s do ndryshim, nuk do më këtë gjendje. Themi gjë që nuk duhet thënë, po e them. Edhe shpik armik pas në pamundësi për ndryshuar. Doktori iken bashkë me PD-n në botën tjetër, se doktori vdes 150 vjeç, se janë racë e fort atje. Doktori e merr PD-n me vete. nuk e lëshon PD-n deri në fund. Që do thotë Dori Rama 30 vjet. Ti merr me vete, thotë. Andej. Ka dhe në botë tjetër tua? Andej, me qartu më, nuk e lëshon PD-n doktori. Harroje të fund. Në botë tjetër mund të vëmë ne prapë antarë aty. Nuk kam qenë më gjatë, ti ke qenë aty. Mund të vëmë antarë, ti nuk duar shqyra. Do vëmë dhe ne dhe vëmë aty. Ai mund mos alçoj, por kjo do krijoj krizë të madhe aty që do ta katandisat parti pastaj në një kiosk. Unë po ta them sepse do krijojnë grupe që do dalin dhe do... Mikoj, me thash pak me humor, por për të thënë një të vërtetë që doktori nuk e lëshon PD-n. Fakti që kandidot prapë në prill, që fiton natërisht. Po, këtë shkon deri 82 vjeçësh, shkon edhe 4 vjet tjera 86 vjeç. 86. Po bukur. Edhe një herë 90. Edhe një herë 94, nuk e di sa vazhdon pastaj. Domethënë PD thua ti vdes me doktorin.
Për mua këtë ndodhë, fatkeqësisht. Cela që mendon këtë gjithë se unë më optimist që ty. Jo, do të kështu t'japim receta është e pamundur në këtë situatë. Recetat për avër ta moj, po e kështu receta për sa zgjatë kryesore. Derisa doktori më thotë që unë jam misionar. Se ne gjithë tu para doktorit. Unë jam misionar. Ai recetë s'ka aty. Aty s'ka. Derisa thotë unë jam misionar dhe do kandidoj prapë, atje do jetë në kryet PD-s. Problemi është gjithë unë prapë. Po mi pra, por Saliani për shkak, nëse do të bëj luftën dhe është në gjendje të ketë krijoj një grup njerëzish, dhe të krijoj një fraksion PD, le ta bëj. S'ka problem. Çështje forcë është kjo, sa forcë ke. Se edhe kjo gjë që themin është pak a shumë artificiale në kuptimin që ti ki doktori nga PD-ja që PD-ja të çlirohet. Jo ti ki ta le vet. Po pra po ti. Po mi po mos e vet. Okej pra. Nuk ikun ai. O Niko, se të kupton nga këto gjëra se. Jo, nuk kuptoj fare. Prit se është shumë interesant. Nuk e hakte. Jo, më nuk e kam me të futur. Po lere këtë fundë. Kjo sa interesant është. Se këtu vjen për shembull në vendit tonë turin një prej Zogaj, që është prezant në fillim. Për doktor Pashku, gjithë armiq, që dolën armiq. Në thë dyshim pra. Pastaj javën tjetër vjen Saliani. Ja mund të jetë njëjtë Saliani. Pastaj vjen Preçi prapë. Vetëm Pashku as vjen këta se ata kanë vdekur, e kupton? Si shpjegon tani këtë gjë? Po ta thash pra PD-ja ikën me doktorin mos e zot më tërë, sipas meje. Po se është dhe ky një variant. Edhe Tela tha apo? Dhe fati këtij të gjatit tu, ha? Është dhe i variant tjetër. Ky i gjati vetëm nëse do. Do të çdo gjë që të bëj ky nuk ka lidhje fare. Është dhe i variant. I gjati mund të bëj çfarë doj. Siç ka bërë, ha? Qofse mbajmë mend ka qenë variant ky në Mikodit, që thoshte. Ky i gjati tani vetëm lider botror takon këta vete, ha? Kal. Ka qenë që thoshte ne majsor, ne Është realitet tjetër komplet. Ylli. Ishte sot në Izrael, Vetëm këtu mund të ndodhë, kupton? ishte në parlamenti i Izraelit Rama dhe u ngrit gjithë parlamenti, lider opozicës dhe kryeministri duke duhet tragitur. Gjithë 7 vetët ishin në parlament. Sa veta ishin në parlament? Të gjithë 7 vetët ishin Mase vulgarizote, mase prishti, ti je gazetar me integritet. Aj, po themi 11, po ta jap dhe Ja kallë. pa 12. Aty ishte parlamenti i Izraelit. Parlamenti boshë. Po e si bosh po le. Parlamenti Mase të boshë. Mase prishte. Ato mbrapa ishin spektator. Të nëmëruar, po nuk ka rëndësi kjo punë tani. Ato lart ishin Por parlamenti ishte boshë se foli Rama, foli dhe Mirolat Dodik. Ishe i ftuar tjetër i parlament. Foli ky, Si tani ishte boshë shtalla. foli ky Dodiku. Po sigurisht. Ne thot këtu Flasim vetëm po, po s'ka. dhe Trumpi do Ore, flasë. nuk ka dallime tani në E mashtron folje. dhe e mashtron këtu. Po do fliste. Po si edhe spamje tamam, si edhe gjysma. Jo se i kemi pjesë Shtat tjetër. veta ishin. Sa merrem qafë tani na prishë pjesën tjetër. Ja se tha Nikola. Niko tani se ti nuk do jesh këtë pjesë. Ligi. Na përjashtove. Po vetëm. Apo i. Mos më lër tha. Po prit më ta mbyllim kështu. Se atë vetëm. Dakor. Po jo unë thash kisha qejf të mbajnë edhe pjesën dytore se fjalimet në Netanyahu këta që folën. Antisemitizmi e të gjitha këto. Islamofobia. Kemi të ftuar të tjera aty që do vinë tani pas pak. Po nuk ekziston as mundësi aty që PD të shlirohet se ka 500.000 vota dhe opozita kjo është ora. Se opozit tjetër si që kemi vënë re. Nuk ka, po ja. Nuk ka opozit, por nuk përfaqësohet, nuk është e organizuar pjesa tjetër, se ka elektorat grik. Kjo ka rënë kjo. Kjo që Sali Berisha merr shumë vota dhe patën nuk ka fitore, kjo është një gënjeshtër. E di ç'është problemi? Problemi është që nga 11 maj ne kemi parë që autoriteti Berishës ka rënë. Demokratët kanë kuptuar që Berisha nuk është ai që na sjell pushtet. Po pra. Po të thamë. Ky është një rrezik i Po, madh. dakor. Dhe në qoftë se Berisha do vazhdoj ta mbajë me të njëjtat metoda, me të njëjtë njerëz, Partinë Demokratike kështu, Partia Demokratike do rrudhet dhe opozita do shkojë diku tjetër. Jo se mund të jetë fati i Ramës sa të riorganizohet opozita të fitoj kohë. Po organizuar e përmbys, patjetër. Opozita do Se në këtë riorganizohet. gjendje që është Rama, Fati kej duhet i PD-s, jo opozitës, sepse opozita do ta gjejë veten. Por Partia Demokratike do jap kohë Ramës në qoftë se nuk organizohet. Jep një 4 vjeçar të paktën tjetër. Ky është problemi. A do ja japi një 4 vjeçar tjetër Ramës duke mos ndryshuar, duke mbajtur Berisha me grupin e vet të njerëzve besnik, partinë të mbyllur etj. Po, nëse do ndodh kështu, do ja japim 4 vjeçarin tjetër Ramës. Ja një që është nga Amerika dhe që ndjek emisionin tonë vazhdimisht. Kozmaj thotë, po e bën një ngatresë vogël, Kozmaj thotë Berisha do ikë thotë kur ti iku në Nikola nga koha jonë.
Po Nikola e ka kompani. Private këtë... Private kam. Zoti Shaban e ka private. Voton njeri. Po mire ka Nikola, se private ka dhe. Private kam. Ati votohet. Po Kus votohet. Do me thënë edhe Shabani indirekt pas dekes po thot mo, edhe Nikola pas dekes dhe. Këtu, po ta bëjmë votim, ne mund të gjishim. Po ta bëjmë votim, mund të gjishim dhe ty ka emisionin ne, po s'është me votim. Po. Po edhe shkurt miqi. Se të thoshe marin vetë. Si të bëjmë të mbleton në... Bën parti tjetër. Edhe mund t'ju paguaj që të miq një qako. Se këtu me pagesa është. Pampe dhe ikën e eqë. Pa të mba një me yllër ekipin dhe një miting në Shesh Skënderbej. Gazeta Albani dhe Koha Jonë Mamen, në shkurt të 99-ës. Jo, po e di që o talë pasaj me ne Remzilani, e di që e tha. Ne umblot gjithë popullë shqiptarë. Unë me Nikolën drejtoni mitingun, se nuk mund të dilin dhe të politikanët. Erdi Berisha se në gjithu. Ishte miting depolitizuar. Jo, ishte miting për Kosovën. Dhe që mos dilte irridentiste, që ndo ndajet, po e menim Kosovën, na vunë ne, dhe më thënë na thanë dhe, jo nëse na vunë. Dhe ne shkuam atje unë dhe Nikua, bëmë mitingun. Dhe gjithë, populata më komplet. Liderët e Bashkimit Kombëtar. Po mirë tha Remzilani. Po mirë tha, sikur t'ju hypë këtyre dyve të marim për shtetin. Në gjitha një... Qa i bet në këtë vend. Unë them tani të nërut e shikus që paka shumë këtu sigur dollën një pjesë për kërëve. E përgjithshmja në kone, e o kam të thënë shpesh në kone parë, thuaj, e përgjithshmja është pozitive. Gjithmonë, këti jemi, gjithmonë është pozitive. Ne tani do të këllojmë në pjesën e dytë, direkt aty tani ku Edi Rama shkoj në Izrael. Aty pritën popullata e Izraelit e të gjithë, bajtjeni për ato mbajtjeni mitingje, fjalime e të gjitha, ne si ne diskutojmë. Por kjo ka shkaktuar dhe polemika, dhe ne do të diskutojmë tani në pjesën e dytë, Zoti Abiliga dhe Zoti Tela mbeten këtu dhe mërtiri. Dhe Zoti Desi faleminderit shumë, ishte kënaqësi e madhe. Dhe do të takohemi më vonë, në emision tjetër, do mblidhemi, do flasim, se ne këtë punë kemi publicitet dhe rikthehemi me njëherë te pjesa e dytë.